Pastroni të rësisht zorën e trash dhe trajtoni kapslëkun me këto përbërës që bëjnë mrekulli. Zora e trash është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht priret të ketë probleme me funksionin e saj dhe gjithmonë i kushtoj më pak vëmendje. Ajo luan një rol të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet ta injoroni. Ja disa nga rregullat që duhet të mos anashkaloni për funksionin sa më të mirë të zorëve. Nëse doni një shëndet më të mirë të tyre, atëherë përpiquni të rregulloni dietën tuaj. Sipas Healthline, këto janë gjërat që duhet të bëni nëse vuani nga problemet e zorrëve. Shtoni në dietën tuaj vitaminën C. Kjo vitaminë është në gjendje që të gjendet e shumë fruta dhe perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrës së trashë, thot një studim i vitit 2015. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Prandaj duhet të konsumoni lakër jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon, të cilat janë shumë të pasura me këtë vitaminë. Përdorni probiotik, bakteret miqësore që mbrojnë zorrën e trashë. Ullumtimet sugjerojnë se probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të zorrës së trashë. Këto bakterie të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrëve. Dy funksione të shëndetit tretës që kanë të bëjnë me zorrën e trashë. Nivelet e larta të probiotikëve gjenden në ushqimet të fermentuara si kosi, uthulla e mollës, djathi, turshit e bërave dhe të tjera. Shtoni nisë shtel në dietën tuaj. Nisë shtete rezistente që gjenden te ushqimet bimore të tilla si patatet, orizi, bishtajat, bananet jeshile ndihmojnë për një zorrë të shëndetshme, duke rritur mikroflirën e zorrëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi nisë shten rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë riskun e problemeve të radikaleve të lira që prekin zorrën e trashë. Pini më shumë ujë për të rregulluar sistemin tretës. Mungesa e lëngjeve është shkaku më i zakonshëm i kapslëkut, kështu që pini 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë. Mund të parandaloni këtë shqetësim. Një mënyrë tjetër që ndihmon të plotësoni nevojat tuaja për të marrë lëngjet është të përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë të ujë, si kastraveci, kungulli, njom, selinot, domate, pjepër, gjithashtu dhe lule shtrydhe. Sigurohuni që të hani më shumë ushqime të pasur me fibër të lartë. Çajrat bimor gjithashtu ndihmojnë në funksionin e zorrës së trashë. Provoni të bëni edhe një lavazh me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 vërtetoi se uji i kripur pastron zorrën e trashë. Çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqime, përzieni 2 lugë çaji krip në një gotë me ujë të vakët. Pijeni atë shpejt dhe përsëriteni këtë proces edhe në mbrëmje. Kështu përfitimet që do të keni do të jenë fantastike në lëvizjen e zorrëve. Sindroma e problemeve mund të ndodhë si pasojë e problemeve të traktit tretës, nëse zorrët i keni të helmuara. Nëse flora juaj e zorrës është e kontaminuar me patogjen, ushqimi i patretur dhe fekalet të grumbulluara sillin probleme të ndryshme shëndetësore. Në këtë video do ju paraqesim ushqimet të cilat ju ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trashë sipas Healthline. Mollët. Molla e gjelbër ose e kuqe. Mos hezitoni që ta shtoni në dietën tuaj dhe ta nisni mëngjesin me një mollë pa e qëruar. Molla e freskët është e mirë kundër kapslëkut. Mollët e pjekura janë të mira kundër diarre sepse celuloza që përmban zbutet dhe i japin konsistencë shqitjes. Janë të pasura me fibra të cilat ndikojnë kundër inflamacioneve, sidomos nëse i hani me lëvore, që është edhe përplotë me pektinë dhe antioksidues. Mollët ndihmojnë në eliminimin dhe heqjen jashtë të helmeve të zorrëve, sidomos nga zorra e trashë. Në dietën tuaj mund të shtoni papaja. Papaja është një frut që posedon shumë përbërës kundër inflamacioneve që mund të gjenden në natyrë. Falë substancës magjike papajin, ushqimi tretet më mirë ndërsa diarrea dhe kapslëku do të pastrohen nga zorra e trashë dhe ajo do të jetë më e shëndetshme. Një nga mënyrat më të mira për të konsumuar është të ndani në një gjysmë dhe më pas ta coptëzoni dhe ta përzieni me kos natyral, kryesisht atë të përgatitur vetë në shtëpi. Edhe bananet janë të mira për shëndetin e zorrëve. Konsumi një banane ofron veti të shumë dashuruese. Më së miri ta konsumoni në mëngjes për tretje më të mirë. Bananet largojnë helmet nga mukoza e zorrës. Bananet janë të pasur me kalium, mineral esencial për sistemin tretës. Bananet përmirësojnë tretjen dhe reduktojnë dhimbje dhe inflamacionin që ndërlidhet me diarren dhe problemet të tjera. Janë të pasura me fibra që lehtësojnë punën e zorrës së trashë. Shalqini.
Sikur që e dini, shalqeni është i pasur me ujë dhe minerale të tilla si kaliumi, dy substanca ideale për pastrimin e zorës së trashë prej helmeve që e mbajnë të shëndetshme. Shalqeni është i mirë për ata të cilët vuajnë nga zora e irrituar, sepse vepron si një tonik i butë dhe ju mban më të hidratuar. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni mjedrat. Mjedrat janë një frut më të mirë për shëndetin e zorës së trashë. Janë të pasur me antioksidantë të cilët reduktojnë inflamacionin dhe mukozën në nivelin e bakterieve të dëmshme të zorëve. Mjedrat përmbajnë pektin që ndihmon në stimulin dhe lëvizjen e zorës, si dhe ndihmojnë në largimin e helmeve nga muret e zorës së trashë dhe ndihmojnë gjithashtu kundër problemeve të konstipacionit. Perimet njihen si shumë të shëndetshme për dietën tuaj. Gjithashtu një prej tyre është edhe spinaçi. Kjo perime me gjithë jeshile është një nga më të shëndetshmet me vlera ushqyese më shumë se perimet e tjera. Vetëm 30 gram spinaq i përpunuar siguron 56% të nevojës ditore të vitaminës A dhe vitaminës K, të gjitha këto në vetëm 7 kalori. Spinaqi gjithashtu mburet me një pjesë më të madhe të antioksidantëve të cilët ndihmojnë në zvogëlimin e riskut të problemeve koronare. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i spinaqit mund të jetë i dobishëm për shëndetin e zorës pasi mund të ulë gjithashtu edhe presionin e gjakut. Karrotat janë të mbushura me vitaminën A dhe sigurojnë 48% të vlerës së përditshme të rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Karrotat përmbajnë beta-karoten, antioksidantë të cilët janë të rëndësishëm për shëndetin e zorës së trashë dhe ndihmojnë gjithashtu kundër problemeve të konstipacionit. Për shkak të stilit të jetesës dhe ushqyerjes jo të shëndetshme, ne përballemi vazhdimisht edhe me probleme të ndryshme. Një ndër to është edhe shqetësimi i barkut. Ka disa simptoma që nuk duhet t'i injoroni sepse mund të paralajmërojnë për probleme shumë serioze. Është bërë shumë e zakonshme që barku ynë të ndjejë ndonjë ndjenjë të pakëndshme, por ka simptoma që nuk duhet t'i injoroni pasi ato mund të tregojnë probleme më shumë serioze. Ne po ju përmendim disa nga simptomat që ju paralajmërojnë për rrezik dhe disa këshilla për të patur një zorë të trashë të shëndetshme. Dhimbje barku. Kjo mund të na ndodhë të gjithëve nëse ham ose pim diçka të gabuar, por nëse ndjeni shpesh dhimbje në pjesën e poshtme të barkut, mund të vuani nga ndonjë sëmundje inflamatore e zorës së trashë, si sëmundja Crohn, koliti ulcerativ, sindroma e zorës së irrituar ose probleme të tjera. Konstipacioni. Nëse përjetoni kapsllëk shpesh dhe nëse ndjeni dhimbje gjatë defektimit, mund të jetë gjithashtu divertikuliti. Kjo është një nga sëmundjet më komplekse që krijojnë shqetësime në zorën tuaj dhe krijojnë gjithashtu edhe bezdisje më të mëdha. Ndonjëherë, një dietë e cila shoqërohet me produkte të duhura natyrale mund të jetë alternativa juaj më e çmuar dhe më e mirë në avantazhet e duhura në dobi të organizmit. Kjo mund të jetë një sëmundje komplekse e cila mund të shoqërohet me diarre, gjithashtu fryrje, dhimbje dhe gazra të tepërt. Ndonjëherë një dietë e duhur mund të ndihmojë në shpëtimin e këtyre shqetësimeve. Ndaj, përgatitja e produkteve të duhura ushqyese dhe marrja e tyre në menaxhimin tuaj mund të jetë ndjenja më e mirë në dobi të organizmit dhe lehtësimin e konstipacioneve. Vetëm siguroni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për sa i përket edhe ndikimit të ushqimeve të duhura në dietën tuaj. Diarreja është një problem i cili duhet të menaxhohet si duhet pasi në të kundërt mund të ndërlidhet me komplikacione të mëdha të shëndetit dhe gjithashtu ndikimin negativ të tij në organizëm. Nëse shpesh keni jashtëqitje shumë të buta ose edhe shumë të lëngshme, zora e trashë nuk po funksionon si duhet dhe nuk po thithuajnë dhe substancat e tjera të cilat janë gjithashtu edhe të planifikuara. Sëmundje të shumta të zorës së trashë shoqërohen me diarre, si sindroma e zorës së irrituar, divertikulit dhe gjithashtu edhe sëmundja e Crohn. Nëse zgjat më shumë se 24 orë, atëherë konsultohuni me një mjek për të përjashtuar sëmundjet e rënda të cilat mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe gjithashtu të ndikojnë në shfaqjen e këtyre komplikacioneve. Është e rëndësishme që të ndiqni dietën e duhur të përshkruar nga eksperti në mënyrë që të përballoni me sukses këto probleme të cilat ndikojnë në shëndetin e zorës së trashë dhe gjithashtu krijimin e konstipacioneve të njëpasnjëshme në shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.